Në një lagje të qetë periferike, jetonte një djalë i ri me emrin Adem. Ai ishte në të 20-tat, punonte si teknik kompjuterësh dhe jetonte në një shtëpi të vogël me nënën e tij të moshuar, Hanifen. Babai i tij kishte ndëruar jetë shumë vite më parë dhe që atëherë nëna e tij e kishte rritur e vetme me mundë sakrifica të shumta. Hanifja kishte punuar në pastrim, kishte qepur rroba për të tjerët dhe kishte bërë punë të rënda vetëm që djali i saj të mos ndjente mungesën e dashurisë, ushqimit dhe shkollimit. Kur Adem ishte fëmijë, ajo nuk hante pa qenë e sigurt që ai kishte ngrënë, nuk flinte pa e mbuluar atë dhe nuk kurseu asgjë për të siguruar që ai të kishte një jetë më të mirë se ajo vetë. Tani, vitet kishin kaluar. Hanifja ishte sëmur dhe e dobët, lëvizte me vështirësi dhe vuante nga kujtesa. Por Adem nuk e pa kurrë këtë si barë. Çdo mëngjes e ndihmonte të ngrihej nga shtrati, e ushqente me durim, i jepte ilaçet, e çonte në ajër të pastër dhe i lexonte libra kur ajo ndiej e vetmuar. Nuk e lejonte të prekte asgjë që mund ta lodhte, nga përgatitja e çajit e deri te rregullimi i shtëpisë. Një ditë, një mik i tij i ngushtë, Samiu, e vizitoi dhe e pa duke ndihmuar nënën e tij me përkushtim të rrallë. Ai mbeti i habitur dhe e pyeti: "Adem, ti je i ri, ke punën tënde, miq, jetën përpara. Pse e lodh veten kaq shumë? Nuk do ishte më e lehtë ta lije ndonjë infermiere apo ndihmëse ta kujdesej për të?" Ademi e pa mikun e tij dhe buzëqeshi lehtë. Pa i ndryshuar toni i zërit, i tha: "Kur kam qenë fëmijë, nëna ime sakrifikoi gjithçka për mua. Ajo nuk më dha thjesht bukë, por më dha dashuri, sakrificë dhe dinjitet. Tani, kur ajo ka nevojë për mua, si mund të mos jem aty? Unë nuk po e lodh veten, po e shpërblej dashurinë me dashuri. Kjo nuk është barë për mua, por bekim." Fjalët e tij prekën zemrën e Samiut. Ai nuk foli më, vetëm vështroi nënën që e shite të birin me një buzëqeshje të butë, plot qetësi dhe siguri. Vitet kaluan. Ademi nuk u ndakur nga përkushtimi ndaj nënës së tij, deri në ditën kur ajo ndëroi jetë në gjumë, me duart e tij në të sajat. Nëna iku në paqe dhe zemra e tij u mbush me dhimbje, por edhe me qetësinë se kishte bërë gjithçka që një bir mund të bënte. Pas vdekjes së saj, Ademit ju hapën shumë rrugë në jetë, një punë e mirë, respekt në komunitet dhe një qetësi e brendshme që askush nuk mund ta kuptonte plotësisht. Njerëzit thoshin: "Ai është njeri me fat." Por ata që e njihnin nga afër e dinin mirë, ai nuk ishte veç me fat, ai ishte një njeri që shërbeu me sinqeritet dhe u shpërblye nga Allahu. Mësimi. Kjo histori na kujton se dashuria ndaj prindërve, sidomos ndaj nënës, është një nga veprat më të dashura tek Zoti. Shërbimi i tyre nuk është barë, por mundësi për të fituar begati në këtë botë dhe shpërblim në botën tjetër. Në fjalët e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Xheneti gjendet nën këmbët e nënës.